Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, si ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin. Jam këtu pranë jush për të ndarë një nga lajme që në fakt ka rikthyer vëmendjen e publikut shqiptar tek Big Brother. Ju e dini shumë bukur që sezoni që përfundoi ishte nga sezonet më të komentuara, ishte nga sezonet më të përfolura dhe të gjithë në fakt dëshironin të flisnin dhe të thonë diçka rreth atij Big Brotheri. Por raporti që u ndërtua brenda në shtëpinë e Big Brotherit mes Selinës edhe Rogertit ishte një raport që në fakt krijoi shqetësime të mëdha dhe solli pikpyetje të mëdha tek publiku për marrëdhënien e tyre. Do të thënë, si vazhdon të jetë marrëdhënia, pse u krijua ajo marrëdhënie dhe çfarë konkretisht ndodhi me Selinën dhe me Rogertin. Në fakt, Rogerti, siç duket, unë e kam thënë gjithmonë, raportin me Selinën ai e deshte. Rogerti kishte hyrë me thik të prerë që jashtë, e kishte atë skicën e lojës se si do ta bënte. Nuk e besoj që Rogerti mund të gënjejnë që i kanë thënë familjarët që ta ofronte Selinën dhe ta mbante afër Selinën, sepse unë e di shumë bukur që familjarëve të Selinës në atë kohë ju pengonte raporti që Selina kishte me Mirin, por gjithsesi do me thënë, Selina nuk arriti do që ta kuptonte këtë mesazhin e Rogertit dhe ndodhi ajo që ndodhi, u krijua lufta e madhe. Tani, ditën e sotme është përhapur një lajm ku Rogerti ka thënë që unë ja hapa rrugën Mirit, do me thënë në aspektin unë e largova Mirin, e dogja Mirin deri diku, që Selina ta fitonte Big Brotherin sepse ishte rrezikuar nga që Miri kishte një fanbase të gjerë, por kishte edhe një bagazh shumë të madh artistik, do me thënë në fund të gjitha këto gjërat vlerësohen. Tani, pasi që produksioni e luajti lojën deri në fund, edhe krevatin e çoi deri në ditën e fundit, unë këtu, deri diku këtu, unë e mbështes Rogertin në deklaratën e tij, sepse vërtet Rogerti i ndihmoi shumë Selinën, se mendoj që po të mos ishin këto dinamikat që Rogerti i bënte, këto ofendime që Rogerti i bënte kundër drejt Selinës, këto sharje që Rogerti i bënte, nuk ma merr mendja që Selina do të ishte në atë stad që ta tregonte vlerën e saj pozitive, sepse Selina qëndronte e heshtur, Selina qëndronte më e tërhequr, mundoheshte që të ikën debatit dhe këto pika e bën Selinën që të ishte e veçantë. Unë mendoj që Rogerti ja rregulloi lojën Selinës dhe normalisht e doq Mirin. Do të thënë, Rogerti e ka thënë këtë gjën edhe pse Miri besoj që nuk e pranon, por unë mendoj që kjo situata ka qenë e tillë. Si e shikoni ju këtë dinamik?